Ja ku jemi në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit. Shumica e muslimanëve në këto 10 ditët e fundit të Ramazanit, sidomos në netët teke, mundohen që të arrijnë natën e Kadrit. Por a kemi pyetur ndonjëherë vetveten tonë, çfarë kërkojmë ne prej Zotit në natën e Kadrit, dhe çfarë kërkon Zoti prej nesh pikërisht në natën e Kadrit? Shumica e muslimanëve çështjen e lidhin me lutjet e tyre, kërkesat e tyre, drejtuar Zotit fuqiplot, Allahut të Madhërisëm që Zoti t'i largoj nga problemet, Allahu t'u zgjidh atyre hallet, Zoti t'u shtoj rrezikun, shtoj bollokun dhe të shkojnë në mirëqenie, të shkojnë në paqe, të shkojnë në siguri. Dhe po të shikojmë me vëmendje një analizë e thjeshtë, duket sikur shumica e njerëzve e lidhin çështjen me frymën e interesit. Pra kërkojnë prej Zotit diçka pa analizuar se e meritojnë apo nuk e meritojnë. Ndërkohë Allahu Xhelle Xhelalu kërkon prej nesh që ne t'i kthehemi Zotit. Nëse ne me sinqeritet duhet t'i kthehemi Allahu Subhanahu wa Taala, duhet që të kërkojmë falje dhe mëshirë më shumë për gabimet tona. Duhet që të shtojmë privatësinë dhe intimitetin ton me Zotin që na krijoi. Çfarë do thotë kjo? Të kemi një lidhje shpirtërore të veçantë me Allahun e Madhërisëm, duke mos e lidhur gjithmonë me kërkesat tona, duke mos e lidhur gjithmonë me frymën e interesit. Andaj, në këto ditë të fundit të Ramazanit dhe pikërisht në netët teke ku ne shpresojmë që të arrijmë natën e Kadrit, fillimisht të kërkojmë falje dhe mëshirë Zotit fuqiplot për gabimet tona. Ta madhërojmë atë, ta falenderojmë atë, ta lavdërojmë atë, të mundohemi të analizojmë aq shumë mirësi se na ka dhënë Zoti, aq sa kemi mundësi të numërojmë, të shtojmë adhurimin, privatësinë tonë dhe intimitetin me Zotin me përkushtim të sinqertë dhe besnikëri të lartë. Përtej kësaj, le t'i lutemi Zotit pastaj për hallet tona, le t'i lutemi Zotit na shtoj rrezikun, por mbi të gjitha t'i lutemi Allahut të Madhërisëm të na jap bekimin. Gjithashtu mos harrojmë të lutemi për vëllezërit dhe për motrat tona të cilat kanë nevojë. Dhe ata të jenë pjesë e bekimit të Zotit, jenë pjesë e faljes dhe mëshirës së Allahut të Madhërisëm, dhe ne me këtë nuk bëjmë gjë tjetër vetëm se dëshmojmë për sinqeritetin tonë që ato gjëra që i duam për veten tonë, i duam dhe për vëllezërit e tjerë dhe për motrat tona në Islam. Ky është koncepti i vërtet se si duhet ta kalojmë 10 ditëshin e fundit dhe si duhet të arrijmë në natën e Kadrit në netët teke të Ramazanit.